praktikisht është një lloj metali I cili është lehtësisht I ndeshëm, siç mund të jetë për shembull magnezi, ato bien në kontakt me shpredhen dhe shpërthejnë në distancë. Fluturimi I tij thash tipik është ajo nap of the earth, pra përqafimi I tokës. Pra ka një sisteme shumë të mira të navigimit. Është në gjendje që të operojë në vizibilitet tepër të ulët, madje e quajnë zero light, edhe sikur të ishte mos kishte fare errësirë totale. Errësirë pra, dritë ndjes. Ky është në gjendje të operojë për shkak të sistemeve të navigimit natën që ka. Pikërisht kjo ishte edhe një nga arsyet që u zgjodh pikërisht data 2 janar ku Forca Delta zbarkuan për shkak edhe të motit, siç e thanë dhe generalët amerikan. Kjo është e vërtet. Dhe siç e thash, përdoret gjithmonë për operacionet high risk, siç ishte edhe ai në Venezuelë. Shumë interesant dhe jo më kot përdoret pikërisht nga forcat speciale më elit Delta Force në Amerikë. Madje është edhe aq veçantë që po ta kërkosh në internet, asnjëherë nuk do të shikosh një kombinime variantesh të njëjta. Pra, mënyra se si modifikohet është edhe në bazë të misioneve që duan të kryejnë apo grupeve që I përdorin këta. Kjo është. U ngritën edhe shumë pikë pyetje faktikisht, sepse nëse ke parasysh misionin për asgjësimin e Bin Laden, u përdorën disa helikopter Black Hawk, po të modifikuar që ishin versionet e mëhershme të këtij. Në stealth që ishin të pakapshëm, por kësaj radhe u përdor ky lloj versioni nga palë amerikane. Armatimi tjetër të cilën deshat përmendja është një super avion amerikan. Praktikisht është një tank fluturues që kryesisht I vjen në mbrojtje forcave toksore. Bëhet fjalë për AC-130 Ghost Rider, një nga avionat më modern dhe më të kushtueshëm faktikisht të ushtrisë amerikane. Varianti I këtij avioni përdoret për shumë funksione të ndryshme, që nga hedhja e trupave parashutiste, që është versioni C-130, si dhe në të njëjtën kohë versioni mbi të cilin është ndërtuar ky model, pra Ghost Rideri, që është AC-130-ja. Por karakteristika e veçantë e këtij pra e versionit I, do thoja, është që quhet gunship aeror. Pra, atë quhen një mjet për goditje nga ajri, për close air support. Kjo është misioni I tij më tipik, pra mbrojtje të afërt nga ajri. Është futur në shërbim për herë të parë në vitin 2017, është një version pak më I vogël I një avioni tjetër të madh që kanë amerikanë, që është C-17, I cili është një transportues strategjik I Shtetit Bashkuar të Amerikës, por që në konfigurimin e tyre, po ti shikosh duket sikur janë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin, pra edhe thjesht ndryshon pak a shumë përmasa. Është projektuar që të jetë jashtëzakonisht preciz në procedurat e tij të close air support, që thamë. Ka një gjatësi diku te 30 metra me një hapje të krave 40 metra. Pesha maksimale e tij është një pak më pak se 75 ton. Është pajisur me 4 motor të fuqishëm Rolls-Royce, që është tipike për shembull nga C-130, I cili ka pasur variantet e tij me 2 motorë vetëm. Dhe përsëri super fuqi gjithsesi. Shpejtësia e tij cruise është 540 km/h. Duhet kuptuar që qëllimi I këtij avioni nuk është të fluturojë shpejt, por është që të jetë preciz në mbrojtjen e trupave, si dhe në të njëjtën kohë të hedh trupa në fushën e betejës. Rrezi I tij e lëvizjes, pra pavarësia e lëvizjes është 2500 km. Pra që përkon me një autonomi diku te 4 deri në 6 orë, por ka sigurisht opsionet për të bërë furnizimin e ajër dhe ta shtyj atë distancën e fluturimit. Është e përbërë nga një ekuipazh prej 13 personash dhe sigurisht mund të transportojë deri në një kompani nëse do të modifikohet për atë qëllim. Armatimet kryesore të tij janë topat 30 mm, të cilët dalin nga krahët, mund të shikojmë direkt në krah. Është një Bushmaster 105 mm dhe ky është tipik në fakt edhe topi për cilin njihet ky gunship, që është edhe versioni më I vjetër të C-130, ka 105-ën. Dhe pastaj sigurisht ka edhe armë të tjera precize, siç janë AGM-176 Griffin, apo përdorimi edhe I bombave, siç është GBU-53, apo GBU-39, këto janë versione bombash që janë relativ përdoren tipikisht në operacione jo të vogla, por operacione ku duhet të ketë një impakt në infrastrukturën kritike të kundërshtarit. Pra, shoqërohen tipikisht edhe me operacionet kombinuara ku ka avion të tjerë luftarak apo forca të tjera në terren që janë duke bërë mësymje. Është I pajisur sigurisht me të gjitha elementet e sensorëve infrared, me radar sintetik,
dhe ka dhe një sistem të avancuar të menaxhimit të fushbetejës, që nënkupton sinkronizohet në të njëjtën kohë me forcat në terren,